Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojna Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi 61 me radhë që flasim rreth 40 haditheve të Imam Nevit këtu poshtë. Dhe jemi në hadithin e 24-tin me radhë, hadithi që vjen prej Ebi Dher el-Ghifariut. Dhe këtë e nisëm herën e kaluar, hadith që ka sjell Imam Muslimi, mi po tash nuk pe lexojna këtë hadithin për shkak se zotët shumë. Mirë po atë çka në fillim tha pejgamberi në këtë hadith kutsi që i thamë është, tha Allahu Azza wa Jall, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi. Unë ja kam bërë haram vetes time zullumin. Unë ja kam bërë haram. Allah Azza wa Jall këtu don të thotë, këtu don të thotë, unë ja kam ndalu. Unë ja kam ndalu padrejtësinë vetes time. Ja kam bërë të ndaluar padrejtësinë vetes time. Dhe e përmendëm që padrejtësit janë disa lloje, ko shumë lloje padrejtësish, dhe kulmi i krejt padrejtësive është shirku, idhujtaria. Edhe këto Allahu Azza wa Jall e ka quajtur padrejtësi. Pra me bo shirk Allahut, shoqërim Allahut në ibadet, ose me i dhon dikujt tiparet të Allahut Azza wa Jall, është quajt zullumi ma i madhi. Sikur që tha Allah Azza wa Jall, inna shirke le dhulmun adhim. Shirku, idhujtaria, është zullum i madh. Kjo një lloj zullumi. Pastaj ka një zullum tjetër që është zullum padrejtësi që robi i ban vetes së tij. Padrejtësi që i ban vetes së tij. E keni menduar një gjë të tillë që me i bën padrejtësi vetes tënde? Dietarët thanë, çka është për qëllim për këtë lloj zullumi që me i bën padrejtësi vetes tënde? Thanë është për qëllim nëse ti i than urdhrat e Allahut, i ban gjunah Allahut Azza wa Jall, ban mëkate. Në këtë rast i ke bërë zullum vetes tënde. Kur ti i ban gjunah Allahut Azza wa Jall, i ke bërë zullum vetes tënde. Kjo është zullumi i dytë. E pastaj këtu një lloj zullumi që përmendëm në fillim është shirk, që zullum po që të nxjerr prej fesë, ndërsa këto të tjerat mund të jenë gjunohe, nuk të nxjerrin prej fesë, mirë po zullum vetvetes tënde i ke bën. Cilin do gjuna që ti e ban, nëse ke bën ai gjuna të madh, jashtë në kufrit dhe shirkut, atëherë i ke bën zullum të madh vetes tënde. Po nëse ke bërë ndonjë gjuna të vogël, i ke bërë zullum të vogël vetes tënde. Për shkak se gjunohet ndohen në gjuna të mëdha. E këto të mëdhajat ndohen në kufër dhe jo kufër, po heqë këto një herë se herën, vetëm se gjunohen ndohen në gjuna të mëdha dhe të vogla. E të mëdhajat, sipas shumicës së dietarëve, dojnë pendim të veçantë për mu të fol, e gjunohet e vogla, edhe nëse s'ban pendim të veçantë për ato gjunohet e vogla, Allah t'i fol nëse ban vepra tjera të mira. Gjunohet të mëdhaja si e ty bon, por veç të vogla po ban, por që s'po pendohesh, por kur të vish, për shembull vjen i pari në xhami, fal tahiyatul masjid, fal për shembull sunet abdesit, edhe sunetet të tjera, ose kryen vepra të mira të tjera, ose jep sadak, ose flet mirë, ose lexon Kur'an, ose ban dhikr shënon sabah, dhikri i mëngjesit, e mbrëmjes, ose edhe të tjera ibadete. Këtu kur ti i ban, edhe nëse s'kërkon folje për gjunohet e vogla, Allahu t'i fal. Ndërsa për të mëdha, sipas shumicës, don pendim më të veçantë. Pra një lloj zullumi ka zullumi i madh, ka shirk. Një lloj zullumi është me i bën zullum vetes tënde, me i bën padrejtësi vetes tënde. I bën me i bën gjunohe. Kur ti ban gjunohe, dije se i ke bën gjuna vetes tënde. Nëse ti se agjeron muajin e Ramazanit, unë kërkujt gjuna padrejtësi
Kërkujt pa drejtësi, zullum si kanë bon, ama i ke bon vetës tënde. Ke hinë gjuna, i ke bon vetës tënde. Ose është ardhur koha me dhënë zakatin. Kërkujt si kanë bon, unë nuk i baj pa drejtësi kërkujt, ama ke bon vetës tënde. Kjo një lloj zullumi. Dhe zullumi i tretë është zullumi që bëhet ndaj të tjerëve. I pari shirk, i dyti zullum vetvetes me gjunahe dhe i treti zullum të tjerëve. Zullum të tjerëve është bie fjala, nëse e tani për këtu ka kërcënime, do kërcënime janë në dunja, do mbesin veç në ahiret, do mbesin dunja dhe në ahiret, çështu. Për shembull, e ke një megj pranë të afërmit tand ose një kushis tand, edhe ti ja ke hongër një pjesë të megjës bie fjala. Janë orë tekste për kërcënim për këto. Atëri ke bo zullum ati, por gjunah normal që ki. I ke bo zullum këto është edhe për vetën tonë zullum, edhe për këshin ose të tjetën. Ose komën si i ke mshu pa të drejt, e ke rri pa të drejt, i ke bo zullum, ja ke në gjitë një që ka aj nuk e ka, i ke bo zullum ati, ose ke doli ke qitë dë njerës hatë të arrejt me filonin edhe kështu me radhë. Kjo dënë ma shumë, se arim pone dhe ishte për me shkurtu ma shumë. E qka i bjen pro zullum i bjen wadu'u shay'in ala ghayri mawdi'ihi, me vë gjën në vendin ju të vet. Kur e vën një send në vendin ju të vet, llogaritet zullum. Nëse kthehemi te e para, i ke mos shirk Zotit, një diçka që i takon veç Zotit, apo një ibadet, një adhurim, i takon veç Zotit, e ke vunti në vendin ju të vet, ja ke dhënë dikujt tjetër. Thjesht, përpiqja me bon se si me shembull. Pastaj kur tha në këtë hadith kusi wa ja'altuhu bainakum muharrama, unë tha fillimisht Allahu e kam bë zullumin, ja kam ndalu vetes time, e pastaj ja u kam bë të ndaluar edhe juve në mes veti, po qoftë që i ba zullum vetes tonde, qoftë zullum në aspektin e shirkut, qoftë zullum mes rrethit tan, familjes tonde, shoqërisë tonde, atyre që të rrethojnë, ja kam bërë të ndaluar, veç e përsëriti. Pastaj tha, ja ibadi, kullukum dal, o rob temi, vazhdon hadithi kutsi, o rob temi, ju krejt jeni të humbur, dhe kjo krejt jeni të humbur, në fakt, ky hadith ma shumë ju ka drejtu arabëve të asojnë kohë kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam. Krejt se ata krejt ishin, nëse ja këshyr historikun, s'dalin ma shumë se një 4 veta. 3 veta, 4 veta që kanë qenë në fejnë e Ibrahimit. Në Mekë, kur ka ardhur pejgamberi, dalin një 3-4 veta në fejnë e Ibrahimit, për ndryshe të tjerë kanë qenë të humbur. Edhe prej atyre 4-ve, njëri prap ka deviju. Ndërsa është bë krishter. Ka qenë fejnë, është bë krishter, mëse që ka ardhur pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Jeni krejt, kullukum dal, krejt jeni të humbur, përveç atij që une ja hapi rrugën për udhëzim. Krejt jeni të humbur, është për qëllim, jo arabt, kur ju erdhi pejgamberi alayhis salam, jeshi krejt humbur. Por tashti, veç ato që unë udhëzova, erdh pejgamberi, ja pruna pejgamberin sa, e tani kujt ja hapa zemrën për me prun pejgamberin, për me besu pejgamberin alayhis salam. Për ndryshe mbet të humbur, se dikujt që ka hop Allahu zemrën, e ja pruni pejgamberin salam, por nuk e kishin zemrën e tyre, se Allahu çka tha, në ajete Allahu nuk ban zullum, apo? Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allahu zullum si ba kërkujt. Çka ke zullum? Me vun një send jo në vendin e vet. Ebu Jehli erdhi kur pejgamberi ja pruni, Ebu Jehli ishte aty. Kur ja pruni Allahu pejgamberin sa, por nuk e uzoi. Dikush më thotë po Zoti ka bon zullum, s'ka bon zullum. Po ta dhë ke Allahu udhëzimin në zemrën e Ebu Jehlit, ndoshta kishte muqujt. Allah edhe më smeti. Por pse kështu? Për shkak se ishte zemra e tij për me ra udhëzimin e zemrës e tij. Ebu Jehli, Ebu Lehebi, edhe plot mushrikin. I edhe pejgamberi alayhis salam, mirë po udhëzimin nuk ja dha Allahu azza wa jall. Për këtë në këtë hadith, kjo flet për ata. Pse po themi që flet për ata? Për shkak një hadithi tjetër që kanë sjellë Buhariu dhe Muslimi, që tha pejgamberi kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Çdo fëmijë lind në natyrshmërinë e tij, përkthimi një pjesës së dietarëve. Por kjo përkthehet kullu mauludin yuladu ala al-fitra, çdo fëmijë lind në Islam.
po lën nga i udhëzuar. Për në këtë arsye, të kuptojmë këtë hadith dhe të tjerë, kur themi që ka vdek një fëmijë i krishter. Një fëmijë i krishter. A kemi të drejtë për shembull me thon Allah më shëroft? A kemi drejtë? Kemi drejtë. Sipas shumicës kemi drejtë. Ka vdek fëmijë krishter i vogël, hales ka ditë mi dallu senet. Për shkak se hadithi që tash e përmenda tha, çdo fëmijë lind në fenë islame. Fitra e kanë përkthy shumica fe islame, një grup dietarë që kanë thonë i gatshëm për ta pranuar islamin. Për sa themi, nëse vdek fëmia krishter i vogël, jehud i vogël, i themi që në xhennet për shkak një hadithi që e ka sjellë Imam Muslimi, që tha pejgamberi selam e pash një njeri të madh në xhennet kur hina, e pash një njeri të madh dhe rreth tij u sjellshin shumë fëmijë. Kur e pyeta melek që ishin që më shoqëroishin, i thash ky dhe këta kush janë? Ky thashtë Ibrahimi a.s. E këta fëmijë janë fëmijët e mushrikinëve që kanë vdekur të vegjël. Edhe pse kjo temë dën, i ka një nënt mendime. Dën pak se më të madh, puna vesh një. Ndërsa këtë hadithi tha pse pi themi që kur tha Allah azza wa jalla këtë hadith kutsi, krejt jeni të humbur, pi themi veç arabëve, për shkak që hadithi që transmeton Buhariu dhe Muslimi që i tha, çdo fëmijë lind në natyrshmërinë e tij të pastër, ose lind musliman, thumma abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani, me një transmetim tjetër aw yushrikani, e pastaj prindrit e tij ose bojnë krishterë, ose jehud, ose zjarputist, me një rivajet tjetër të Muslimit, ose idhujtar. E drejni, kjo është pra arsyeja pse i tham do të më përkthy ose do të ta komentojmë hadithin që u përmend që ju jeni të humbur krejt, ju ka thon arabëve. Përndryshe, çdo njeri po lën nga i udhëzuar, vetëm se njerëzit pastaj te hum kanë bili dietarët kanë thonë te pjesa e dytë që përmenda, kanë thonë që me lind një fëmijë, kudo edhe me një shkretëtir dikon me një xhungull, vetëm se shejtani e gjen s'ka pos dorën tonë, edhe shejtani njeri s'ka pos dorën tonë, ai kishte me kon besimin e pastërt. Mi po, pse devijojnë? Ja e përzin shejtani e gjen nga e qiton, lexaj e qiton, pse e qiton, thoje çështu, ose shejtani njeri. E tha në këtë hadith kutsi, tha krejtini të humbur, përveç atij që une e udhëzoj, prandaj kërkoni prej meje udhëzimin. Që na mësoi pejgamberi alayhiselam ose Allahu në hadith kutsi që udhëzimin ta kërkojna prej Allahut. Kur një herë mos na shkon mendja, me thonë unë i udhëzuar jam. Ka një herë disa edhe e keq kuptojnë. Kur na për shembull jemi duke biseduar me thonë Allahu të zoft, ka mundsi preket. Ka ki pse më thon kështu? Më na që unë tash pse po i tham Allahu të zoft jam ka e shoj. Po jo Allahu të zoft, ajte po unë i udhëzuar jam. Ban vakia kone namaz mongi, me në që është i udhëzuar. Kur i themi që Allahu të zoft, ai bakje s'ka gjeru kur, me në që është udhëzimi ti në rregull krejt. Allahu të zoft, ai bakje se një as pejgamberin cili është pejgamberi vet. Pejgamberi vet e ka mojt me veç Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ban vakia pak me pyet ka rrjedh, ku ka lind, se me bu me pyet ku ka lind, ku ka vdekje, ku është varrose, kush është emri babës ti, emri gjyshit ti, tani mos shumë. Të bon tani heneze edhe më shumë. Ka nevojë për udhëzim. Ka nevojë për shembull për udhëzim, ai nuk e din që kur ti thosh ka thon Zoti në Kur'an kështu, ka thon pejgamberi alayhis salam kështu, aty do këtë ketë thjesht. Ka nevojë për udhëzim. Prandaj kopit dyni që prekën, pse po më thua Allahu të zot. Ki nevojë. Për këtë na sër çdo namaz që ti e fol, çka e thon në fillim namazit kët? Ihdina siratal mustaqim. O Zot, udhëzom në rrugën e drejtë. Po ti vazhdimisht i thu Zotit. O Zot, udhëzom në rrugën e drejtë. Këta Allah azza wa jall tha, e tregojnë njerëzimit që udhëzimin unë kujt ja hopi zemrën. Kanë të shetë që është i hojrit, ja hopi zemrën, ja baj terenin, ja hopi terenin edhe ai vishme, ti ban shoqërinë, ti gjon shukt, ti sjell librat, ti bjen dietar në shtatë dera, vetëm se don më ta hop se Allah ka puna i hajir tek ti. Për ta tha Allah, ju kërejtini të humbur, përveç atij që unë e udhëzoj, prandaj kërkojeni prej meje udhëzimin. Tani tha Allah azza wa jall, ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. O robët e mi, ju kërejtini të uritur,
vetëm përveç atij që unë i dha ushqim, krejt jeni të uritur, përveç atij që unë i dha. Kjo dënë të hadithi, ju krejt po deshon t'ju la, krejt s'keni me mujt as me ngron, edhe nëse buka ju sillet rrethit, s'keni me mujt me ngron. Pra unë jam ai që ju udhëzoj, unë jam ai që ju përgatiti për me ngron, unë jam ai që ja përgatiti terrenin dhe ushqimin, ja sjelli juve për me ngron. Prandaj, krejt jeni të uritur, krejt keni nevojë për ushqim, përveç atij që unë i ushqej, prandaj kërkojeni prej me ushqimin, s'është marrë me thonë o Zot, furnizo me ushqim, o Zot, furnizo me ujë. Për këta vesh kur të furnizon Allahu me ujë, me ushqim, që kena pas përmend hadith vesh me falendëru Zotin, që ti umë furnizove, edhe ti Allah Azza wa Jall, umë furnizove me ushqim dhe me ujë, sa të mira të jep që kena përmend më lart. E pastaj tha, përveç atij që unë i dha me ngron, e pastaj kërkoni prej meje, fastat'imuni at'imukum, ju kërkoni prej meje, e unë ju sjelli juve ushqim. Kjo dhe unë ju sjelli juve ushqim. Mos e mendoni ju që tashtë Allahu po thotë, ju kërkoni prej meje ushqimin, e unë jau sjelli ushqimin, dhe ushqimi ju vjen juve në kese prej qiellit. Kështu mos e llogaritni. Por ju kërkoni prej Allahut ushqimin. Allahu ta përgatit terrenin ty për me arritë ushqimi. Allahu ta përgatit, ta gjon një punë të mirë. Të gjon njerëz që dojnë sadak ty, ka njerëz që ndoshta ta bin zakatin ty. Edhe ta përgatit terrenin. Ta përgatit terrenin. Për këtë mos e prit, tash më thon o Zot uzam, edhe Zoti ka thonë ju kërkoni o Zot furnizam ushqim. E tash me që Zoti ka thonë ju më sillni, kërkoni për me ushqim, unë ju sjelli, do të thotë që unë vjen me kese. Kështu ju ka pas ndodhur një herë jehudëve në kohën e Musës. Ju pat ndodh Allahu ja u bike ushqimin, fjala në kese, për ta mëne, s'është në transmetime, vetëm se ja u bike ushqimin në pemë. Pa u lodh hiç. Jehudëve, ja u bike Zotin në pemë. Por çdo sa familje ishin, kishin me shku me morë, kishin ushqimin në pemë. Po jehudë si jehudë, gjetin këtë kështu. Ata s'po tham që këtë këtë kanë po të simptome. Ndërsa jehudët thanë, hajt ja nismi se kjo po na vjen ushqimin pemë, i ka orë direkt në pemë. Neve jo. Ndërsa ta me që po na vjen i vjen pemë, hajt ta marr për 2 ditë. Ai ju ka pas thonë laj Musa, merrni për 1 ditë, nesër keni apet, mos u bani marrak, se Zoti këtë premtim ja ka dhënë. Nesër apet, veç këne. Ta përmormi për 2 ditë se ku më ditë nesër na vjen. Si ishin sigurt për premtimin e Zotit. Edhe që kanë ndodhe, kur i morën 2 ditë, ju presh ushqimin. Sa të për 2 ditë s'mëshin në hamër, për 1 ditë ushqimin e 2 ditë, s'mëshin në hamër, ju presh ushqimin. E në ata i kanë thënë, mos të këshin nuk të zezë, ata i hodët s'kisht me pos prishjet e ushqimeve në asë një herë. Ndërsa këto tha Allah Azza wa Jall, ju kërkoni për meje ushqim dhe une ju ushqej juve edhe të kjo në termin hadith. Shak minuta vëshkota në vazhdojnë herën e ashme. E lusmi Allah të në falë të në mshërën, lusmi Allah në së vëgjën gjenjat të pejgamberët të në takon vërhamdulillah, rabbil alamin.